një koalicion të tillë apo jo? Nuk më duket shumë e mundshme, sepse para për dy arsye. Njëra është që raportet e besimit midis lëvizjeve vendose dhe LDK-s kanë shumë të lënduara. Dhe mua më duket shpaku personalisht që lëvizjeve vendose dhe lidha demokratike e Kosovës janë shumë larg njëra tjetrës në kuptimin e besimit reciprok. E dyta, pastaj duhet marrë parasysh edhe qëndrimet zyrtare të partive përkatëse. Pra në një situatë ku e kemi kryetarin dhe kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës që thotë që nuk jemi të interesuar për të bërë koalicion me lëvizjet vendose, e aq më tepër sot e kemi parë që eksponent të saj kanë thonë që nuk do jemi të interesuar të qeverisim me Kosovën përderisa nuk e fitojnë zgjedhjet, atëherë mua më duket që mundësitë për një koalicion vendose LDK janë shumë larg ata. Përpos që mund të kemi dashka një marrëveshje ku faktikisht pajtohet LDK dhe vendosje për një qeveri qoftë të pakicës, për të tejkaluar disa agenda që janë të rëndësishme, për shembull buxhetin e Republikës Kosovës të votohet në kuvend dhe të kemi një marrëveshje për ta votuar buxhetin dhe për ta çuar Kosovën në zgjedhje masi të votohet buxheti. Pra mund të kemi në një situatë të tillë, por edhe situata të tilla do të kuptonin më shumë një marrëveshje afatshkuar për ta çuar Kosovën në zgjedhje më vonë. Dhe nuk po bëhet shumë e mundshme tani më që të kemi koalicion LDK dhe vetvendosje. Po edhe me rastin e Vushtrisë që ajo edhe më shumë e ka le të themi